Një djalë nga Turqia doherë në mëngjes njohi dhe shkëndrante buk në dyqanet të ndryshme. Por asnjëherë nuk e haronte shtëpinë e një flakë duke i dërguar nga një bukë, duke ia lanë bukën tek dera e shtëpisë. Por një ditë pasi gjendje e flakës së tepër e rëndë dhe ai nga bimërësia e tij, nga bujaria e tij e madhe, nuk e la plakun në atë gjendje. E mori plakun dhe e bëni të njëjtë si antarët e familjes, respektivisht kujdesi për plakun në shtëpinë e tij. Të tjerët të nderuar besimtarë, kur e panë se plaku ka shkuar në shtëpinë e këtij djalit, atëherë kuptuan se vërtet qenë ka bujar i madh. Atëherë kuptuan se kush ishte personi i cili i dhuronte nga një bukë çdo ditë plakut. Të gjithë njerëzit e quani bamirësin të riun, biri i dashur i plakut. Bamirësia e tij ishte e madhe, nga se e mori një person të huaj të kujdese për ta. Krahasua këtë nderuar i vëlla me disa prej nesh që babën edhe nanën nuk kujdesin për ta. Krahas që e maltreton edhe i folën fjalë të ndita, ai është tepër i ashpër, saqë me nuk pas mbare e largon babën dhe nanën nga shtëpia e tij, respektivisht nga shtëpia e babës. Por bamirësia dhe dashuria ndaj të tjerëve bën mrekullira, ashtu siç bëri ky njeri me këtë plakun e vetëm. Gjithashtu, tregojnë se një burr nga Shkodra e Shqipërisë, çdo ditë të premte, ju dërgonte paqeta tek dera e të varfërve, me lloj-lloj ushqimesh. Njerëzit nuk e dishin se kush është ky person i cili u shpërndan këto paqeta të ushqimeve, nga se ki këtë vepër e bënte natën kur të gjithë njerëzit flenin. E mbas 10 viteve e kishin regjistruar kamerat bamirësinë e këtij njeriu dhe mbas 10 viteve kuptuan se kush është personi i cili i furnizon njerëzit e varfër në Shkodër. Njeri i cili ishte bamirës, mundohej të ndihmojë të tjerëve për hir të Allahu xhaleshanuhu dhe qëllimi i vetëm i tij ishte si të arrije kënaqësinë e Zotit xhaleshanuhu. Nderuar i vëlla, kur njeriu fillon ta përjetoje bamirësinë që e bën vetëm për hir të Allahu xhaleshanuhu, vallahi nuk dëshiron që këtë vepër të tij ta shohin të tjerët, nga se e ka niyetin shumë të pastër dhe këtë vepër e bën vetëm e vetëm që ta kënaqë Zotin e madhruar. Por si përfundim i çdo vepre që bëhet për bamirësi, për hir të Allahu xhaleshanuhu, më falni, Allahu xhaleshanuhu e qet në pa bamirësinë e dikujt tjetër që të hije, respektivisht që të bëhet i dashur në zemrat e të tjerëve bamirësi. Gjithashtu, fshati u kujdes për një familje dhe për një jetim. Një fshat gjithashtu në Shqipëri, të gjithë banorët e atij fshati kujdeseshin për këtë familje, saqë u kujdesen edhe për jetimin që t'ja paguajnë shkollarinën, librat edhe kështu me radhë. Por njeriu i mirë, mirësinë e kthen me të mirë, jo me të keq. Kur ky jetim u rit, u shkollua dhe u bë mësues në advent, çdo herë ti kujdesej për jetimat e asaj shkolle, për ushqimin edhe për veshmbathjen dhe për librat për ato fëmijë. Pra njeriu i cili ishte shfalendërues ndaj tjerëve për bamirësinë, padyshim që këtë mirësi nuk e haron edhe në jetë bonçmos që t'ua ktheje jetimave, ashtu siç ja kanë kthyer këtij njeriu në mënyrën më të mirë, me bamirësi dhe me përkrahje.